Përshëndetje zonja dhe zotrinj, mirë se vini në intervistën e mbrëmjes në UDB News. Sonde jam studio me zotin Gerdi Shella, drejtori InfoChip. Gerdi, mi mbrëma, kënaqësi duke në studio. Kënaqësia për mua është. Debati ditës është çështja e vettingut dhe jo vetëm i ditës. Në fakt, ndërkohë që pritet ditën e shtunë publikohet opinioni përfundimtar i Komisionit Venecias për ligjin e vettingut, nga i cili varet duhet të thënë fati i reformës në drejtësi për aq kohë sa skanimi i prokurorëve dhe i gjyqtarëve është në themel të kësaj reforme. Përpara se të ndalem dhe të marrim me radhë skenarët, si është këtë çështja e përkthimit, mos përkthimit, korrektësia e përkthimit, edhe akuzat politike mes palëve për këtë çështje? Akuzat politike me gjas nuk janë të pabazuara. Çështja e përkthimit duket se është mbivendosur në problematikën që ka prodhuar mosmarrëveshja politike për reformën më të madhe parlamentare, që është reforma në drejtësi, dhe që ne të gjithë kemi parë që ka pasur ulje ngritjet e veta, madje përplasje, etj. Me gjas, nga informacionet që disponoj, duhet që për një gabim të jetë punuar ndoshta më shumë se sa mbi ligjin, mbi një draft pararendës sa një lapsus që ka ndodhur. Është një gabim i cili nuk duhet kishte ndodhur. E drejt. I marrim me radhë skenarët e pritshëm për ditën e shtunë, kishte edhe ping-pong politik deklaratash sot mes kryeministrit Rama dhe kreut opozitës. Zoti Basha tha Rama gënjem për vettingun, ndër nga krau tjetër kryeministri thotë që i vetmi që ka të drejtë është kreu i opozitës, ironikisht sigurisht, edhe Bashkimi Evropian dhe të gjithë faktorët e tjerë të rëndësishëm që janë marrë me reformën drejtësi nuk kanë drejtë. Do më lejosh të ndalem pak sepse pyetja juaj është shumë e rëndësishme. Jemi në vigjilje sikurse e përmendët të ardhes komisionit të opinionit Komisionit Venecias. E vërteta është që Komisioni Venecias është probabilisht në pozitën që me gjas nuk do të kundërshtonte rekomandimet e tij pararendëse. Kujtoj këtu një opinion paraprak përpara ardhjes opinionit final, ku normalisht Komisioni Venecias e orientonte procesin drejt një ligji për vettingun. Ligji për vettingun, përpos faktit që do të kalojë në sit prokurorët dhe gjyqtarët, është i rëndësishëm në mënyrë të posaçme për filozofinë e vetë reformës së drejtësisë. Cila është kjo filozofi? Në thelb të kësaj filozofie qëndron nevoja për të adresuar çështjet e pavarësisë së sistemit gjyqësor përmes krijimit të institucioneve të pavarura. Institucionet e pavarura presupozohet që do të jenë praktikisht momenti i ri nga do të rilind apo nga do të rinis, por mos përdorur fjalën rilindje, që as mos më pëlqen, jemi sinqert. Një kohë apo një etap krejt ndryshe në substancë, por edhe nga pikpamje formale, e mënyrës se si organizohet sistemi gjyqësor. Pra janë 6 instrumenta të cilat do duhet të prodhohen gjithashtu nga ligji për vettingun. Pra, për të gjithë publikun e interesuar, është e domosdoshme që të gjithë ata që do të zgjidhen në këto 6 organet e sistemit drejtësisë janë SPAK-u, Këshilli Kombëtar i Prokurorisë, Këshilli Kombëtar i Gjyqësorit e kështu me radhë, një 6 institucione që krijojnë reforma, për mos qëndruar në mënyrë të detajuar mbi secilin. Çdo antar i tyre do të duhet të kalojnë në filtrin e procesit të vettingut. Vetëm duke garantuar ata që do të jenë në një farë kuptimi shumëzuesit e efekteve të reformës, pra duke i garantuar figurën e tyre të pastër, mund të pretendohet me rregull të rreshi, do të kemi dhe prokuror dhe gjyqtar e kështu me radhë të pastër në organet e reja të sistemit gjyqësor. Pra, ligji për vettingun është çelësi solid, i cili normalisht bën që të hapet pentagrami i reformës së drejtësisë. Pa ligjin për vettingun është e pamundur të konstituohen organet e pavarura, të cilët do të marrin ata në sit tashmë gjyqtarët dhe prokurorët. Kështu që për të gjitha këto arsye, momenti apo vigjilja e ardhjes së opinionit Komisionit Venecias është i rëndësishëm për vetë reformën në drejtësi. Nëse opinioni Venecias, supozojmë, dhe le të marrim skenaret, dhe duhet të ndalem pas tyre në atë që çfarë po bëjnë liderat politikë, që është komplet e gabuar, është jashtëzakonisht e gabuar personalizimi i debatit për reformën në drejtësi. Nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër në fakt. Është e papranueshme, Alen, dhe unë dua të jemi sinqert me ju. Duke qenë shembull si Rumania apo vende tjera që kanë bërë reformën drejtësi së fundmi, por që nuk ka ndodhur kjo themi personalizim politik për kapitale politike çështja e reformës në drejtësi. Sepse në thelb më lejo të hap një parantezë, sepse akoma nuk e kam shtjelluar pyetjen tuaj të parë, të dytë në fakt, sepse ju më pyetët fillimisht për çështjen e përkthimit. Në këtë parantezë dua të shtjelloj atë që në fakt përbën
qëllimin kryesor të ndërmarrjes së reformës në drejtësi. Nuk është sikurse politikanët që kanë akses të palimituar në media ja thon publikut, pra që do ndryshkojnë prokurorët e korruptuar, gjyqtarët e korruptuar. Është edhe ajo, po qëllimi kryesor për të cilin është iniciuar reforma në drejtësi, ka të bëjë pikëpari me largimin e kontrollit politik mbi organet e pushtetit gjyqësor. Në mënyrë që në një kohë të dytë, organet e pushtetit gjyqësor të jenë në pozitë të pakontaminuar apo të pakomprometuar për të ndërmarrë ato një aksion i cili nuk bën dallime, ligji është i verbër nga mënyra se si funksionon edhe se si perceptohet, sepse po njësoj rëndojnë akuzat në perceptimin publik, sidomos mbi klasën politike dhe jo vetëm mbi klasën gjyqësore. Por nëse ja ka dalë klasa politike 25 vite të fusi duart në sistemin e drejtësisë dhe të ketë edhe pushtet në sistemin e drejtësisë, pse nuk do të dali këtë radhë me reformën e drejtësisë? Pra, thënë kjo, ne besoj biem dashur pa dashur në konkluzionin që klasa politike, pavarësisht se si pozicionohet në deklarata, në themel të vetë, ndoshta nuk e ka intencionin apo interesin primar që reforma në drejtësi të filloj dhe të marrë një rrugtim dhe normalisht filloj të prodhoj efektet e shumë dëshiruara. Efektet e reformës është gabim dhe më vjen keq sepse e has të krijuar tashmë një perceptim që duket sikur është ndërmarrë për të pastruar gjyqësorin. Reforma në drejtësi është ndërmarrë për të pastruar gjyqësorin në mënyrë që prokurorë të ndershëm dhe kurajos apo gjyqtarë të ndershëm dhe kurajos të pakomprometueshëm, të pashantazhueshëm, të kenë mundësi të hedhin drejtësi dhe të bëjnë drejtësi pikërisht aty ku në fakt identifikohet më shumë i pranishëm korrupsioni, që është pushteti politik. Thënë kjo, mendoj që këto deklaratat që kanë plasur sot, që në mëngjes deri mbasdite, nuk i kam ndjekur të gjitha, por në mëngjes kam dëgjuar deklaratat të ministrave të rëndësishëm, ku lidhesh ku ta diun avllia me çështjen e reformës në drejtësi, e tjera, më duket se më shumë se sa i shërbejnë qëllimit për të cilin do të flasim pak më vonë, pra opinionit Komisionit të Venecias, e kontaminojnë procesin, e kontaminojnë atë që në fakt është edhe një pritshmëri legjitime e publikut, se duket se kjo është një pritshmëri e majorancës dhe opozita nuk do, apo kjo është një çështje opozitës dhe majoranca nuk do. Përkundrazi, ata janë njësoj në konflikt interesi, siç mund të jetë ndoshta gjykata kushtetuese me këtë procesin që kanë ndërmarrë dhe që e ka çuar Amicus Curia, pra për një opinion. Po sepse vettingu aplikohet njësoj dhe mbi ata, dhe ligji i vjetër, por dhe ligji i ri për gjykatën kushtetuese ka parashikime të qarta lidhur me atë se si identifikohet dhe adresohet pozita e gjyqtarit, qoftë ky edhe i gjykatës kushtetuese, në kushtet kur përmbushen ato konditat e konfliktit të interesit. Gjykata kushtetuese vetë në mënyrën se si e ka procesuar çështjen nuk e ka marrë parasysh, në gjykimin tim modest ka bërë shumë mirë që nuk e ka marrë parasysh dhe nuk e ka prekur çështjen, pra nuk ka shpallur mos kompetencën për shkak konfliktit të interesit, sepse në fund të ditës dikush duhet të jetë aty për të gjykuar kushtetutshmërinë e akteve. Aq më tepër mos ishte drejtuar Komisionit të Venecias por të kishte një jot prerë edhe ajo që unë do të kisha dëshiruar në kuptimin më optimal, pra çfarë do të përfaqësonte një, si thua, optimum të mundësive që kemi neve në dispozicion, do të ishte që gjykata kushtetuese të prioritarizonte shqyrtimin e ankesës që ka bërë grupi i opozitës në gjykatë kushtetuese dhe janë dhe Unioni i Gjyqtarëve, në mos gaboj PAL, e cila më pas i është bashkëlidhur procesit, dhe të mos humbiste kohë duke marrë një opinion që ne mund ta marrim me mend se cili do të jetë në raport me ligjin për vettingun. Unë mendoj që gjykata kushtetuese në vite ka zhvilluar jo vetëm një jurisprudencë, por dhe kapacitete të rëndësishme për të vlerësuar ajo vetë kushtetutshmërinë e ligjeve të kësaj natyre. Do të edhe për arsye që ju thatë pak më herët, për të shmangur idenë e konfliktit interesit, ëh? Është e rëndësishme, pra nuk jam në pozitë ta paragjykoj mënyrën se si taktikisht gjykata kushtetuese zgjodhi ta adresoj problemin, por do të ishte më ndershme gjithsesi, më lejoni ta them këtë alen, që gjykata kushtetuese të pohonte mungesën e kompetencës për shkak të kushteve të konfliktit të interesit dhe në këtë pikë çështja ktheheshe në kuvend dhe mendoj që me një amendament të shpejt në ligjin për vettingun të fiksoheshe, po themi një predispozitë ekstraordinare ku për shkak të kësaj rrethane specifike ky ligj fillonte të prodhonte efektet e veta. Gjykata kushtetuese nuk zgjodhi të ndërtojë këtë qasje, jo se është e gabuar qasja aktuale, por ajo që është më e rrezikshme është ajo çfarë mund të ndodhë me ardhjen e opinionit të Komisionit të Venecias. Pra, këtu fillojmë të diskutojmë mbi skenarët e mundshëm dhe përpara se të hymë në opsionet, pra në planin A, plani B, plani C, dua të them edhe një herë që opinionin më të saktë në raport me atë se përse është iniciuar reforma në drejtësi dhe përse ajo duhet të ndodhë dhe duhet të prodhojë efekte,
nuk e kanë dhënë politikanët tanë, e ka dhënë ambasadori amerikan edhe në një takim të sotëm, ku ka renditur qartësisht argumentat. Mendoj që aktori kryesor më interesuar që reforma në drejtësi të ndodhë është publiku, janë shqiptarët. Dyshoj që mund të jenë ndonjë forcë politike parlamentare e interesuar të ndodhë reforma në drejtësi, përveç nëse kanë në mendje ndonjë skenar të ndonjë kryqëzate apo gjuhëtie shtrigash të paimagjinuar më parë, gjë që ne nuk e dëshirojmë dhe le ta themi hapur që nuk do të sillte asnjë dobi, përkundrazi do ta përkeqësonte dhe mund ta shtynte deri në krizë kushtetuese. Nëse do të ishte e njëanshme dhe selektive. Patjetër. Logjikisht, sepse nëse flasim për një sistem, drejtësia duhet lejohet të flas, patjetër. Po, funksional atëherë nuk duhet kemi merak apo jo. Po sepse nëse pranojmë premisin që reforma në drejtësi është iniciuar për t'i hequr kontrollin klasës politike mbi gjyqësorin, sepse ne këtu kemi qenë dhe këtu i kemi orientuar, shkon politikani në gjykatë dhe diçka ndodh me procedurat dhe ai nuk dënohet. Doni të marrim shembullin e gjykatës lartë, pra për publikun, meqenëse këto janë argumenta që rrallë shtjellohen në studia televizive, por duke përfituar nga rrethana shumë oportune e këtij formati, në një minutazh shumë të shkurtër të shtjelloj gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë, e cila ka jurisdiksionin fillestar mbi çështje që kanë bërë me korrupsionin e politikanëve, zgjidhej deri përpara momentit të ndërmarrjes së reformës, se ka një ligj i cili gjithashtu është atakuar dhe mund të jetë pezulluar. Pra ajo trajtonte si gjykatë e shkallës parë për politikanët çështjet e tyre. Dhe në këtë gjykatë kur shkonin çështjet e rëndësishme të politikanëve, sado në dritë të diellit kishin qenë provat me zë, me figurë, me fakte, me shkresa, përgjithsisht gjykata e lartë humbiste afatet edhe duke humbur afatet këta dilnin të pafajshëm për procedurë. Mendoj që janë të gjithë të përlyer në mënyrën se si kanë keq përdorur sistemin e asaj që gjykata e lartë me ligjin e vjetër ka qenë e papërgjegjshme edhe ndaj institucioneve që bëjnë kontrollin e drejtësisë, sepse dihet botërisht që parlamenti është pra ka qenë ai që zgjidhte gjykatën e lartë dhe në këtë pikë kemi një parlament i cili zgjidhte gjykatën e lartë në të cilën shkonte vetë për të gjykuar një ditë. Dhe sigurisht kjo nuk mund pranohet më. Reforma në thelb kërkon largimin e kontrollit politik nga sistemi gjyqësor. Kështu duhet kuptuar dhe kështu duhet jetë. Vetëm nëse kuptohet kështu, ambasadori Lu është është themi i vetëm përballë klasës politike, unë sërish troj pyetjen thjesht edhe për qytetarët. Përse mendoni se do ja dal ambasadori Lu dhe faktori ndërkombëtar dhe nga krahu tjetër qytetarët që janë të interesuar por që nuk kanë gjë në dorë për këtë reformë kundrejt klasës politike? Unë kam shumë besim që po bëj një po themi shtektim nga pikpamja e asaj se më ngacmohet shumë me këtë pyetje. Nuk është vetëm ambasadori Lu i interesuar kryesor i kësaj reforme, apo nuk është as BE i interesuara apo interesuari kryesor gjithashtu i kësaj reforme. Unë mendoj që në radhë të parë është publiku shqiptar. Sa herë kemi qenë në dorë, po nuk ka gjë në dorë, por unë mendoj që media si një pushtet i jashtëzakonshëm. Sot media ka një pushtet të jashtëzakonshëm. Ky pushtet mendoj që mund përdoret në shtjellimin e këtyre argumentave. Më vjen keq që aksesi kryesor, domethënë përsëri shkon për ata që e ndotin me deklarata procesin e reformës, por mendoj dhe fakti është që ne po flasim ka akoma hapësira dhe zë për të qelluar edhe mendime pa varga. Kam përshtypjen se pak qytetarë dinë realisht ndryshimet që do të ndodhin apo jo. Do vim këto ndryshimet. Çfarë do ndodhin këto ndryshime? Shumë mirë dinë që për reformën si reform votuan 139 deputet pro, për çështjen e vettingut u miratua vetëm me votat e mazhorancës, opozita doli kundër, pra vetëm ato që politika realisht ka prodhuar me deklarata nga njëra selit e tjetra apo njëri individ e tjetri, por kurse si në brendësi të transformimit të kësaj reforme shumë të rëndësishme tani. Reforma është debatuar pak. Ajo për fat keq, edhe pse është në interesin ton më të madh si publik apo si media, është elaboruar pak në diskutim. Bini dakord me mua atëherë? Plotësisht dakord dhe këtu besoj që ka gjithsecili për të marrë pak faj, sepse ndodh edhe kjo. Përsëri këtu pa hap një parantezë. Përgjithsisht në natyrën e medias nuk është, po themi, një debat i cili tenton të thellohet më tepër se sa të jetë i ashpër dhe shkumzues, pra, dhe ajo nuk prodhon atë thellimin e duhur. Pra argumentat juridik nuk janë tipikisht një gjuhë mediatike. Megjithatë, le të mundojmë ta qartësojmë edhe përmes kësaj bisede se ky është një kontribut që të dy së bashku i japim këtij procesi. Kushdo që thotë që reforma në drejtësi bëhet për ndëshkuar ata, është duke gënjur publikun. Reforma në drejtësi bëhet
që politikat mos ketë kontroll mbi institucionet që do prodhojnë pushtetin gjyqësor nesër, në mënyrë që ky të jetë jashtë, le të themi, mirësisë së njohjes së favorit që dikush e emëroj dhe të ketë pra të jetë në pozitë morale të fuqishme për të ndërmarrë edhe për të ngritur akuza dhe mbi politikanë të korruptuar. Kjo është e para që duhet kuptohet qartësisht. A duan politikanët? Nëse do t'i referohemi asaj se si shqiptarët dhe kë shqiptarët perceptojnë si më të korruptuar, që janë partitë politike dhe gjyqësori, unë mendoj që të dyja palët ndoshta nuk do donin që reforma drejtësisë të vijë në mënyrë kaq të beftë. Mund t'i zindet pa përgatitur dhe ndoshta në mënyrën se si për llogaritën e ekuacionet e tyre duan të fitojnë kohë. Gjithsa unë kuptoj edhe nga kjo historie e vajtjes së gjykatës kushtetuese për të marrë një opinion të tretë apo të katërt në Venecia, në thelb mund të zbërthehet në duam më shumë kohë në mënyrë që kjo punë mos na zërë të gjithë pa përgatitur. Ka arsye objektive edhe që mund të shkojnë edhe me limite të ngushta që ka lënë reforma. Për shembull, 30 ditë për të bërë deklarimin, mua më duket një afat shumë i shkurtër. Dhe në këtë pikë trupa gjyqësore ka të drejtë të shqetësohet. Pse? Shqipëria nuk është, ku ta di unë, në Republikën Finlandës, ku çdo gjë funksionon në letra dhe gjithkush është në radar. Shqipëria është një vend informal, ndërkohë që atyre ju detyrohet apo ju kërkohet të paraqesin kontrata, bileta të ardhura, shpenzime kështu me radhë. A mund të ishte shpëtuar më mirë reforma nëse do të kishim jo 30 ditë, po 60 ditë? Po. A e shtyn palët politike, kush më shumë e kush më pak procesin në kalenda? I bindur thjesht e kanë shtyrë në kalenda. Neve kemi disa data të rëndësishme përpara, të cilat unë nuk do ndalem t'i kap një për një, por që nëse gjykata kushtetuese me mbritjen e opinionit Venecias do të ndalemi tek skenari dhe për efekt kohë. Skenaria vjen opinioni i Komisionit Venecias, gjykata kushtetuese e pranon, e adopton në një tekst të arsyetuar vendimi, i fut dhe një dispozitiv, pra një urdhërim nga pas dhe thotë, dakord, me vettingu nuk ka problem të rinis procesi. Dhe procesi në këtë mënyrë mund të rinis, janë disa afate që gjykata kushtetuese në ligjin e ri ka për të shpallur vendimin, por ka dhe prerogativa, pra ka dhe raste përjashtimore kur për shkak të interesit të lartë publik ajo mund të thotë dispozitivi hyn në fuqi më një herë dhe arsyetimi hyn pra botohet në një kohë të dytë, pra janë të gjitha këto mekanizma që gjykata kushtetuese mund t'i si thua vendos në lëvizje me shpejtësi. Plani B është që gjykata kushtetuese merr opinionin e Komisionit Venecias dhe në këtë moment gjykon se i duhet tashmë kohë që dhe ajo të përgatit opinionin e saj bazuar edhe me Komisionin e Venecias. Ky është skenari më i keq i mundshëm, i cili do ta kërcënonte seriozisht vijshmërinë e mëtejshme të reformës së drejtësisë. Gjykata kushtetuese me ligjin e ri ka në dispozicion një afat rreth 3 muaj kohë, edhe nëse ajo thotë që dua të marr afatin ligjor, ajo në këtë pikë nuk do bënte krim, sepse normalisht ligji ja legjitimon këto afate, por nga ana tjetër, çështja e rëndësishme e autoriteteve që duhet ta autorizojnë krerët e institucioneve të pavarura do të vjeshën në pikë pyetje. Në dhjetor përfundojnë mandatet e institucioneve të rëndësishme dhe kushtetuta ka bërë disa parashikime jo vizionare, lidhur me atë se çfarë ndodh kur vjen avokati i popullit, nuk është në detyrë dhe kush i realizon funksionet e tij. Sa i ka sa funksione në kushtetutën e re lidhur me mënyrën se si autorizon procesin e ndërtimit të institucioneve të pavarura. Në këtë pikë, mendoj që nëse gjykata kushtetuese do të merrte kohë, ajo do të ishte pjesë e një komploti, e cila, pra ky komplot ka të gjithë potencialin. Komplot nga kush? Ka të gjitha palët. Ne i përmendëm dhe i listuam palët e interesuara që nuk duan të ketë reformë drejtësi. Janë aktorët politik pa përjashtim dhe sigurisht sistemi gjyqësor, pjesa e korruptuar e tij, sepse këtu duhet jemi kujdesshëm, në sistemin gjyqësor mund të them pa frikë, domethënë me bindjen më të thellë, 70-80% e trupës gjyqësore. Nuk dua të hyjë prokuroria se aty ka më shumë dyshime, nga që janë institucione të mbyllura, por 80% e trupës gjyqësore janë absolutisht aseti më i vyer që mund të ketë ky vend sot në rrafshin e të bërit drejtësi dhe pushtetit gjyqësor. Vim tek plani B. Nëse gjykata kushtetuese merr më shumë kohë pasi kanë konsumuar shumë kohë me një opinion që mund ta prodhonte edhe vet, reforma e drejtësisë shtyhet në një proces të rrezikshëm dhe për shkak se disa ligje janë shfrytëzuar dhe disa të tjera kanë hyrë në fuqi, Shqipëria kërcënohet nga një krizë mirëfilli konstitucionale, ku do të kemi një hamulli të plot të sistemit të drejtësisë, i cili në këtë pikë është pa një çatim mbi krye dhe i duhet vënë një çati sistemit të drejtësisë, dhe nga ana tjetër do të kemi një kuturisje të madhe të palëve, të cilat edhe kështu pa sistemin e drejtësisë që i monitoron, janë një konfliktualitet të tillë që nuk e kanë për gjë të vënë flakën
po themi gjithë sistemit, vetëm e vetëm që të dalin pa lagur nga kjo histori. Kështu që në këtë pikë unë shpresoj dhe me lejoni të bëj edhe një apel të fortë gjykatës kushtetuese që ta adoptoj opinionin e Komisionit Venecias, të tregoj përgjegjësi dhe patriotizëm, të mos humbas kohë, të referohet praktikës së prioritarizimit të çështjes. Kjo nuk është një çështje si gjithë të tjerat. Gjykata kushtetuese duhet lërë çdo punë dhe të merret me hartimin e këtij vendimi shumë të rëndësishëm. Ky vendim normalisht përcakton edhe nëse do të kemi krizë apo do të kemi një rend kushtetuese në Republikën e Shqipërisë. E marrim të mirë qenë faktin që procedurat ecin normalisht kur fillon efektiviteti i sistemit drejtësisë? Me ligjin e vettingut të rikthyer në fuqi, do të duhet që menjëherë prej procesit që në ligj është parashikuar të jetë 1 muaj për vetë deklarimin, të mundet të përcaktohen ata që do të jenë autoritetet e reja që do të përzgjedhin brenda sistemit drejtësisë. Pra, vettingu do të prodhoj edhe institucionet e pavarura, edhe do të filtroj, para sa është e mundur, një pjesë të organeve drejtësisë. Këtu parasysh trupën gjyqësore, prokurorinë e kështu me radhë. Thënë gjitha kjo, ligji i vettingut hap 2 dyer. Të dyja të rëndësishme në mënyrë që procesi të fillojë. Me rëndësishmja janë institucionet e pavarura. Pa këto institucione nuk ka reformë në drejtësi. Ajo që ndodhi në Rumani, skenari rumun, ka gjasa të ndodhë në Shqipëri me qindra deputet, ministra, ish kryeministri, ministrit, cilët ju dorëzuan drejtësisë. Por ajo që është më interesante është nga kërkesat e dërguara nga prokuroria drejt gjykatës, rreth 90%, mos gaboj, mbi 90% gjykata jep të drejtë. Pra, një sistem eficient. Kjo është çështja dhe prandaj Shqipëria përfaqëson sot një rast më vete në raport me, po themi, të gjithë procesin e ndëshkimit të korrupsionit në të gjithë vendet e Evropës lindore. Dhe këtu rasti rumun është më tipiku. Në Rumani ka padur një lëvizje pothuajse genuine, pra jo të importuar, pra sikurse normalisht në Shqipëri është më tipikisht e importuar, pra ka shumë induksion nga jashtë për të ndërmarrë një reformë, edhe për shkak të vetë veçorisë së Shqipërisë, është një vend i prapëmbetur me probleme të rëndësishme dhe me krim të organizuar, të cilët kanë kapur vendimarrjen politike. Për shkak se në Rumani, sikurse ju e përmendët, prokuroria priste urdhër arrestin dhe gjykata e lironte, unë mendoj, është mendimi im personal, por besoj që në këtë pikë logjika shtyn të mendosh që me gjas gjendet pikërisht këtu edhe motivimi për reformën në drejtësi, është e rëndësishme të garantohet një gjyqësor i pavarur, një gjyqësor i cili nuk është në kontrollin e politikanëve që do të duhet të ndëshkojë eventualisht. Dhe për këtë arsye Shqipëria përfaqëson një rast ku përvoja rumune, po ndoshta edhe përvoja çeke dhe përvoja kroate, sepse këto janë vende të cilat kanë dërguar kryeministra dhe deputet, i kanë bërë çështje penale dhe diku kryeministrat janë akoma në burg duke vojtur dënimin për korrupsion, për gjëra të vogla ndoshta, sepse ne dëgjojmë në Shqipëri shifra që fillon të dhëm koka në një kuptim të caktuar, po në Shqipëri partnerët ndërkombëtar kanë synuar në gjykimin tim personal të garantojnë pikërisht atë që duhet të jetë, po themi, vija e parë dhe e fundit që duhet garantoj inicimin e një procesi penal kundër korrupsionit. Pra, thënë të gjitha këto, bëhet tashmë e qartë katërsipërisht që reforma në drejtësi nuk është e dikush të dalë të thotë kini për të parë gjyqtar çka kanë për të bërë unë, por reforma në drejtësi është që kush është gjyqtar dinjitoz të mbetet, kush nuk e meriton le të dalë dhe të tjerë do të vinë, në mënyrë që këta të mos jenë në pozita të shantazhueshme apo dhe në favore të konsumuara reciprokisht emërime e kështu me radhë, që kur të pritet fleta e arrestit, të mos kemi lëshime për shkak se ky është Kunati Shoku Xhemal apo ky është dikush që i ka një borxh në rrjedhën e drejtësisë mos vjen më të vobektit, pa aftit, njerëzit pa mbrojtje dhe pa para, por që absolutisht. Në progres raportin e fundit Komisionit Evropian, në mënyrë eksplicite e zezë mbi të bardhë, theksohet që pa ndëshkuar peshqit e mëdhenj, Shqipëria nuk shënon dot progres në luftën kundër korrupsionit. Pse? Logjikisht korrupsioni në Shqipëri është sistemik, kur themi korrupsion sistemik, kemi parasysh vendimarrjen politike. Thënë të gjitha këto Elen, mendoj që shqiptarët në mënyrë kategorike, të gjitha ata individ të cilët e duan këtë vend dhe shohin tek reforma një shans që ajo të mund të prodhojë atë, si thua, vënien në lëvizje të një mekanizmi që mund të jetë ndoshta shansi jon i fundit. Derisa mos mërzitemi një ditë të themi që korrupsioni është rregulli dhe të jesh i ndershëm është përjashtim nga rregulli,
janë të gjithë të interesuarit e mëdhenj që kjo të ndodhë. A janë politikanët, a janë një pjesë e gjyqtarëve, kanë frikë se nuk janë. Mbetet për të parë dhe pritet për të parë. Gerdi, unë të falenderoj, nëjsi duke më studio. Falenderit shumë për mundësinë edhe sukses edhe juve. Isha me Gerdi Shëllën, drejtori Infochip, nderuar miq, ishte kjo intervista e mbrëmjes në UDV News. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.